për shembull pica me ketchup nuk është italian. A jo? Jo, është amerikane. Po e kisha pruar atë guzhinë domethënë tamam italiane. Mendon ndoshta me hap edhe ndonjë biznes tjetër pavarësisht e përmendë gastronominë. Po do me të pyet, mendon ashtu me sjell diçka nga Italia në Kosovë? E pata mendu me kriju një biznes kështu të familjes, unë, mami, babja dhe pse jo motra. Do mi kthy krejt, po mendoj. Po, një ide për me kthy familjen, pse unë e kam mamin se jo pse është mami im, po din me gatu si gatimet shqiptare, po edhe gatimet italiane, shumë mirë. Domethënë i vën të dyja perfekt. Shumë të dyja perfekt, po, edhe këtu dim, po edhe në Shqipëri, restorant italiano, kuzhinë italiane, po jo shumica din me bo mirë, domethënë që për shembull pica me ketchup nuk është italian. A jo? Jo, është amerikane. Po e kisha pruar atë guzhinë domethënë tamam italiane, edhe motra din me këndu, pse jo me bë dhomromje me këndime italiane. Domethënë jo krejt familja me diçka, dikush me gatu, dikush me këndu. Me teknik, kështu që pse jo, unë ndihmës mamit, pse jo. E kam edhe një informacion që dikush në familjen tuaj, domethënë mami ke për gatim, motra për këndim, po. E di që e keni edikë për vallëzim. Apo jo? Po. Ajo jetë. Ja, më pëlqen me këtë. Okej, në rregull. Kërkoj folje për këtë shako, po besoj që ishte e mirë. Edvina, e the që e ke mendu, por është veç në plane? Po, është, nuk e di, po, është në plan, nëse donë edhe familja normalisht, sidomos motra. E ke tregu këta? E ke sugjeru për familjen? Mami, unë me mamin kemi bisedu, me babin, me motrën. Cilat kanë qenë reagimet e mami? Mami i pëlqen. Ka qenë pro kësaj? Po, e ka pasion guzhinën. E kam thënë pse ki pasion? Pasion, po, por ka qenë pro për me ha biznes në Kosovë? Ah, po, pse jo, po. Do ishte e mirë ta kemi një restorant italian në Prishtinë, ose edhe në Ferizaj, pse jo? Unë them restorant, po është një ide pak më e veçantë, po s'du me tregu pse ma marrë në ide. Mos trego. Mos tregoj ma mirë.